e dashnia për xhenetin dhe frika për ahiretin dhe xhenemit duhet me konë ajo që neve na man besimtar të mirë, devotshëm e sinqert, edhe këshirin si e fitojmë rrezikun me halal apo me haram. Nëse kështu nuk e vazhdojmë jetën tonë të dashur vëllezër, shumë shpejt vjen dita ku do bëhemi pishman. Secili prej neve, edhe hoxha dhe xhamati, edhe kanë ja lejteni qaddamtu li hayati. Kena me thonë, kisha kontribu ma shumë për këtë jetën e vërtetë, jetën e ahiretit. U mashtrova të vrapu pas dunjas, u mashtrova të grumlu pasuri, elhakumut takathur, ju mashtroj juve vrapimi për të grumlu pasuri dhe për të shtu me pozit e pushtet, hatta zurtumul maqabir, derisa erdhët me vizitu varrezat. Atëherë këtë na kena më bo pishman. Pse su vetë disu më harët, pse su këthim më harët, pse se dashtëm Allahun më shumë, pse nuk bënëm punë të mira më shumë, pse nuk u largum nga harami më harët, pse nuk e ndryshum shoqërinë e keqe më harët. Ama krejt ato dëshira kanë me qenë të vonshme. S'ka me pas mundësi kur gjon për asaj që kena me dëshiru më realizu. Pse? Kella, thëtë Allahu asesi. Innaha kelimetun hua qailuha, ka me dëshiru njeri mu këthin këtë botë, edhe ka me kërku këtë gjon. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun, ama ka perë dhe nuk e len mu këthi prapë.